Pa më ra shtypja se konsideroj që kom hënë. Nuk do të na Tani me po, nuk dokna fatmirësisht, ama pa më nxon gjumi që aty se konsideroj Këtë që është ideja me hongër ma pak. Mund të me hongër këta ushqime. S'pe thom ula asnjë duhet. trup është i njëjtë. Edhe një këshill që ja ka dhënë gjithëve gratis, domethënë kanë, është mos me hongër 3-4 orë para gjumit. Edhe fasting për shembull tash që është Ramazani është një gjë shumë e mirë. Fasting, këtë dieta ndërcodet janë të bazu në fasting. Po. Trupi i njerit është ndërtu me hongër sa ma rrallë, jo me hongër shpesh. Do me thonë 1 herë në ditë ose 2 herë në ditë. Jo me A hongër nuk 4 vlen herë. kjo shpesh herë ka pak se shpesh herë përmendet? Trupi i njerit, Për një metë, sinqerisht. njerëz se parë kanë shku në Se gjyëti. shumë ma kanë përmend veç masi E kam këto. lexuar një libër ekstra, jo ekstra, po atë që specifikisht për çit punë, që njerëz të parë që në kohën ata kanë shku në gjyëti. Edhe ndoshta një javë u duf për me gjujt diçka dhe për me kap me hongër, tani kanë hongër, tani prap 2-3 ditë kanë hongër, domethënë kanë Mbajt hongër rezerva. çdo 2-3 ditë. Trupi i njerit është i ndërtuar për me duru, jo me hongër non stop. Se tani ti sheqeri veç hyp zbret, edhe te ki humorin kur se git mirë, disbalans. Dikush që lind obez, edhe rritet me obezllëk, pi fëmijë. Po, Edhe ka natyrën që nuk ja tret organizmi. po. Aty nuk ka të bëj çush han. Aty ka për shembull e ka fituar. Ka, e ka vërtet, fituar e ka trajtimin, fituar, po, metabolizëm i shpejt. mund të mu trajtu edhe ajo pjesë. Veç do të me kriju tani do një disiplinë. A ka ndodhur më koni trash? Po, Sa kilogram? kum pas 10 kila ma shumë nështë. Po jo, kur gjosa ajo po vol më koni Njeri, trash. unë kom punu me njerës që Mos kam me foto me gjetë që tesha treku që butik. i kam pas 60 kg A ma din shumë. ndjenjën për shkak me pa pizzën që aty edhe më smellën. Po. Jo se del. Çdo ditë e bëj, çdo ditë e bëj. Çdo ditë. Po të kuptoj unë ty, po njëri që